finale. Dhe ajë ngazlimi, ajo ndeshja, mënyra se si e pata komentua të ndeshje prej vendit të ngjarjes, edhe si sot më kujtohet, unë haber nuk kom pas, që atë mrame, do të thonë, në Mitrovic, ka ndodhë përleshje mes të shqiptarëve edhe sërbëve, për shkak se shqiptarë kanë qenë me Turqinë, sërbë normal me Serbinë, dhe te ura janë bashku, ka pas edhe, ka pas përleshje e tjerë. Edhe të nesërmën në prak të finalës Turqia-Amerika, normal, boshin ato testet, audio testet prej palestrës, ishte Albert Vokshër, një kolegi imi në regji, nëse zgaboj ka qenë edhe Valoni Hasan Ramaj, kolegu ju i tashëm, ka qenë shumë majri atëre Valoni. Dhe pa të mbo testin e tha agën, tha po të lypë, tha këfori, tha kur djenë, tha kanë me të burgos, tha që vëllë, tha qarë bëjtë. Tha jo vëllës, tha din, tha ti që ki bo, tha qka ki shkaktu? Qka ki shkaktu, tha që kom shkaktu, tha këshyre dhe me të vërtet, po e marë po e këshyre, po i këshyre lajmet, kish pasën. Edhe ajo është ndeshje e cila më ka metë kështu në kujtim, edhe është një prej momenteve të cilat gjithmon i veçaj. Nuk e ke shkaktu me qëllim? Por gjithsesi... Se kom shkaktu në, unë veç e kom për cilë e komentu ato që ka ndodhe, e kanë shkaktu tjertë. E kanë shkaktu të tjertë. Unë ndërlidha pikrisht me ato që të ka thënë personi që e përmende pak më herët, po gjithsesi momente tilla edhe vazhdojnë tjenë. Edhe në sporte tjera kemi pasur edhe me futbolin, me sa mendoj unë kemi me i pas gjithmonë. Po, gjithsesi mirë, po unë gjithmonë kam mbajt basketbolit. Do të të... Profesionit, po. Kom qenë i thari profilizimit të komentatorve edhe gazetarve për sportet caktume. Gjithmonë kom pas dëshirë që nëse dikush ka luajt basketbol dhe ka afinitet me shkru dhe me komentu, me umarë me komentimin edhe shkrimet për cilën e sportit, basketbolit, handballit, tenisit, e tjere, du me thonë me qenë profilizum, sani cili është po thua i pa mundun. Tena, jo vetë në Kosovë, po në Balkan në përgjësi edhe pse ka fillu. Do të thotë, kjo mu profilizu. Këte kemi pas edhe tem, ka qenë edhe teme diskutimit, dikur që krimi një fakultetit të gazetarisë sportive, marë parasysh që unë e ku magjistru në Kjac, Instituti Kosovar për Gazetarije dhe Komunikim, një instituti cili ka punu 5-6 vjetë, në gjuhën angleze, ka qenë këtu në Kosovë, dhe kanë qenë disa profesor të huj, me cilët patëm diskutu idenë që me hapë fakultetin e gazetarisë sportive, me qëllim që në kuadrë të ati fakulteti dhe masë edhe me i profilizu edhe komentatorët edhe gazetarët, mirë po s'ka qenë kismet. Po. Dëshironi gjatë tillë që ndoshta një të ardhme pse jo të mos hapet ndoshta si në ndege gazetarisë? Kur nuk është vonë, edhe kur mos thuj kur. Po. Ideja është, edhe do t'ishte mirë, ato e kemi diskutuar me disa profesor të s'poj përmenim, të Universitetit të Prishtinës, mirë po kretë ka metë në biseda. Hade që po ju hedhim këto. Po e bëjmë një apel. Nëse dojnë, këtu jemi ka material. Ka material edhe ka interesim, sidomos një gjë cilën gjithmonë e kom dasht edhe kom promovu edhe i kom motivu, kanë qenë marrja e femrave me gazetari sportive. Jo vetë moderim, po me gazetari sportive. Vile edhe tema magistraturës e imja ka qenë pse mungojnë femnat në gazetari, pse femnat i shmangën gazetari sportive në Kosovë, në vendin tonë, ka qenë shumë një temë interesante. Në atë kohë kemi pas, ka qenë në televizion e vetmja Driada Matoshi, cila ka qenë gazetare aktorja tash, mas 3-4 viteve patlion, edhe Elvira Dushko, cila ka qenë gazetare, tash e kemi sekretare të përgjithshme të Federatës Basketbollit Kosovës, e cila ka qenë gazetare në Kosova sot, për një periudhë 6-7 vjeçare, edhe ato kanë qenë 2 vetmet, të cilat janë marrë me gazetari, natyrisht ma vonë,
kanë fillu moderimet, mirë po tash kemi edhe gazetarë, mos ta haroj, e kom pas edhe kolegën e koditore, Merita Maxhunin. Edhe ajo ka shkruaj, dhe me thonë.